por ajo s'ka shumë jetë. Dhe thotë dhe sa herë do më prisni. Dhe sa herë. Kur të mbaroj urrejtja ndaj meje. Kur s'më prisni. Me shqyrje. Dhe torturoni Zotin çdo natë. Do shqyrjen e Elhetën në organ, poshtë, çdo natë. Dhe ai do torturohet, mos ju lër. Kjo është urrejtja juaj. Vetëm organe. Truri juaj organe. Ka shumë me urrejni organin. Vetjak. Të femrës dhe të gruas. Kjo tregon që e urrejni shumë organin vetjak. Atëherë, mos ekzistoni. Ju të prisni Elhetën. Nuk ju pëlqen organi vetjak. Marrin fund. Jetën. Se ke bërë ti organe. Kush është puna juaj? Shqyrja organet. Kush janë cilësitë tuaj? Lekët nga shqyrja organet. Kush janë majet e larta tuaja? Shqyrja organet. Truri juaj është vetëm shqyrja e organet. Nëse duhet vdesun, që se kuptoj këtë truri juaj shqyrja organet, unë them jeta është të dalësh, të gëzosh, mos të rresh, të jetosh, punosh, kudo, në bashki, infermieri, në ambulancë, mjekësi, ministri, mësuesi, në part, ushtarak, mushtri, ndërmarrje, fabrika, uzina, pse jo, toka fshatare, punimet tokave, dashuri, familje, shoqëri, jo hile, jo shqyrje organe. Jo shqyrje organe. I ka bërë Zoti që të jetojmë me organe, jo me shqyrjen e organe. Jo shqyrje organe.